private. Këto mesazhe duhen me ju shku njerëzve, jo mesazhet e pushtetit sotëm që i ndërsen njerëzit kundër njëri tjetrit, që i bën njerëzit me besu që kushdo që është ndërmarrës është i poshtër. Për shkak se është formula që funksionon që prej themelimit Amerikës shembull ta marrim, edhe më herët, që nuk pasunohet i varfri të i varfru ata që kanë. Përkundrazi. Synimi jonë është me nxit iniciativen individuale, që e thash edhe përsërit e faleminderit, që një i ri, nëse ka iniciativë, me jam shtetat startup, me mri me u pasunu, e di që nuk mri në ashtë atën, po nuk ka qare dikush pa mri, edhe ju përmenit të rive, jo për skallë, kemi të qartë, nuk përdu me bo skallën ashtu, një Zuckerberg, i cili me një ide të veten, me një startup të veten, cilin shteti ja kam shtet, kam ri me qenë një ndër njerëzit ma të pasu në botë, prej zeros, prej hiqit, që kjo është mundësia që e kryon shtetit cilin unë po e du. Shteti që unë po synoj me ndërtu, është me ja kryu mundësin edhe dikuj që sot do i varfër, me mri me u pasunu me mundit vetë. Nuk po du shtet që ju jep grave 500 euro në kodë zgjedhjeve, po du me i punsu gratë prej shpis me i fitu 500 euro për çdo muj. Që kjo synimi? Në vend 500 eurove në vjetë, me i marë 6.000 në vjetë, po me pak produktivitet të vetin, përmes cilit produktivitet fitojnë edhe ato vetë, po fitojnë këtë shoqënia. Çështje tjetër është te vajza në vushtri. Dëgjoj, problemi këtu, nëse pak gërmojmë për misi përfaqë, është seriozisht i thellë. E para është empatia që duhet me e pas një i rritun edhe një prind për një vajzë të asaj moshe. Çfarë do të thotë kjo empati në rastin konkret? Me automatizëm, në një milisekond, duhet me i shku menja që ajo vajzë ka mu rrit. Që këto video nuk zhduken kur prej rjetëve. Që ka me e pa vetën ku të rritet, që dhasht Zoti kanë me e pa dhe fëmijët e vetë. Se dhasht Zoti që rritet e bëhet non. Veç kjo ndjenjë e milisekondës duhet me të nalë. Ose, mos me u egzaltu me një recitim tillë një fëmije që nuk mundet me e ditë që ato bo. Nuk po du me shku matanesës, po du me qitë benzinën zjarën,